Deputeti socialist Andis Harasani largohet nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, duke dorëzuar mandatin e deputetit. Lajmi u bë i ditur në mënyrë surprizë nga kryetari i Selisë së Ros, zoti Edi Rama, i cili në përfundim të fjalës së tij në mbledhjen e grupit parlamentar socialist, u shpreh se kishte pranuar kërkesën e zotit Harasani për t'u larguar për arsye personale. Është dita që të pranoj largimin e tij nga grupi për arsye tërësisht personale. Arsyet janë mirëfilli personale, unë i mirëkuptoj tërësisht, dhe kjo është dhe arsyeja pse nuk e pash dhe nuk e shoh të udhës që të bëjmë krahasimin e arsyeve personale me arsyet politike, sepse ka një moment në jetën e çdo njeriu kur arsyet personale prevalojnë mbi arsyet politike. Rama siguroi se zoti Harasani megjithëse larg, do të vazhdojë të jetë aktiv dhe të mbështesë Partinë Socialiste në zgjedhjet e ardhshme dhe në vazhdim. Vetë ish deputeti Harasani, disa minuta më vonë, shpjegoi arsyet e vendimit të marrë nëpërmjet faqes së tij zyrtare në rrjetin social Facebook. Harasani shpjegon se pas plot 7 vjetësh si deputet i Partisë Socialiste dhe përfaqësues i votuesve të qarkut të Tiranës, vendosi të dorëzojë mandatin e deputetit për arsye tërësisht personale. Ai siguroi gjithashtu se pavarësisht shkëputjes nga aktiviteti parlamentar, ai do të vazhdojë të mbështesë dhe të punojë për të siguruar fitoren e Partisë Socialiste në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Vendin e zotit Andis Harasani në parlament sipas kodit zgjedhor do ta zër Auron Tare, i cili është emri i radhës i listës shumë emërore të Partisë Socialiste, paraqitur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në zgjedhjet parlamentare të vitit 2009.